kontrolleve dje dhe sot dhe të sekuestrave të sot. Bësh për vlerësimet për gjithë kolegët italian, bashkëpunimin korrekt që ka pas midis gjypalëve, për policinë e shtetit që ka angazhuar disa forca gjatë këtyre 2 ditëve në kuadër të këtij procedimi. Gjatë ekzekutimit të masave janë angazhuar 40 tetues BK-s, cilët bashkëpunim me policinë e shtetit, forcat operacionale dhe punonësit e tjerë, policisë gjyqësore, kanë ekzekutuar gjatë ditës djeshme dhe të sotme masat e sigurimit në disa qytete të Shqipërisë. Ky është një shembull i bashkëpunimit midis palës italiane, partneritetit BK si një partner më që ka bashkëpunim ndërkombëtar me Europol dhe Eurojust dhe është një histori suksesi në kuadër të bashkëpunimit. Edhe njerë dua të falenderoj të gjithë kolegët, prokurorin Rossi, zotin Carbone, prokurorët të tjerë, kolegët italianë, prokurorët shqiptarë, gjithë përfaqësuesit e Dias, policinë e shtetit, që janë përfshirë në këtë hetim. SPAK ka një bashkëpunim të shkëlqyer me prokuroritë antimafia në Itali. Kemi numrin më të madh të skuadrave të përbashkëta hetimore me prokuroritë antimafia në Itali, por shembull i bashkëpunimit me SPAK me prokuroritë e tjera ngelet bashkëpunimi që kemi me Prokurinë antimafia të Barit, jo vetëm për shkak të numrit të madh të skuadrave hetimore që ne kemi, por edhe për shkak të rezultateve konkrete, komunikimit të drejt për drejt që ne kemi, komunikimit pothuajse të përditshëm siç e tha Massimiliano. Nuk mund të shoh dallim mes palës italiane dhe SPAK. Ne vërtet kemi punuar si një skuadër. Jo pala italiane, pala shqiptare. Jo kemi punuar si një skuadër e vetme. Kemi qenë aktiv në çdo ditë në hetim, telefonata, videokonferenca, dërgime emailësh, takime, disa herë takime në Bari, disa herë takime në Shqipëri, analizat e detajuara lidhur me projeksionet e hetimit, ku do shkonin, cilat ishin provat, subjektet e tjerë. Dhe vërtet është një model për bashkëpunimi, ky bashkëpunim që kemi me Prokurinë e Barit dhe duhet falenderoj kryeprokurorin Rossi dhe gjithë prokurorët me cilët kemi patur fatin të punojmë dhe do vazhdojmë të punojmë. Ajo që mund të them është që vazhdoni të keni besim të SPAK, sepse SPAK është në gjendje siç dhe juve të pohuat të realizoj hetime të kësaj natyre dhe vetëm fal bashkëpunimit mund të realizojmë edhe qëllimin tonë të përbashkët që është të qenë të suksesshëm në luftën kundër krimit të organizuar. Mi falenderoj të gjithë, po jemi të hapur për pyetje, për detaje, pyetje duhet ja drejtoni kryesisht prokurorëve të çështjes. Kush janë ata të grupit kriminal, drejtuesit e këtij grupi kriminal dhe sa Quali sono i soggetti di questo gruppo criminale? Atëherë në rubrikën e Shqipërisë, nga ana e gjykatës posaçme të korrupsionit dhe krimit organizuar, janë vendosur 29 masa sigurimi. Të gjitha masa sigurimi ka qenë arrest në burg, ndërsa në Itali kanë qenë 22 masa sigurimi. Nga këto, në Itali dhe në Shqipëri, pasi ka patur edhe persona për cilët është vendosur masa sigurimi në Shqipëri, që ndodheshin në Itali apo anasjeltas, gjithse janë ekzekutuar 40 masa sigurimi. Në fakt, pavarësisht ne jemi referuar një grup i strukturuar kriminal, ne kemi parë që ka patur një organizim me fill kriminal,
por që perfetta, diciamo, që në vetvete ka patur 3 ndarje tjera, che aveva 3 altre suddivisioni, të cilit kishin aktivitetin kriminal nga vendet e Amerikës Latine në drejtim të Evropës apo në Itali dhe në Shqipëri, America Latina, duke patur secili rolin me vete. Disa prej masë sigurimit janë vendosur për personat të cilët delle misure di sicurezza bënin të mund trasferimin e parave per le persone che në drejtim të Shqipërisë, il denaro verso l'Albania, si dhe për një shtetas i cili cittadino ishte pronari i një agjencie që bën transferimin e parave në kripto. di un'agenzia che si occupava del trasferimento del denaro. Po. Nuk e di është në qartë. Vetëm për ta saktësuar, sepse tha 52, në një kohë që përmendi 51 masa sigurimi, sepse kemi edhe një urdhër ndalimi. Kemi 51 masa sigurimi dhe një urdhër ndalimi, dhe janë ekzekutuar 42 masa sigurimi në Shqipëri dhe në Itali. Prokuror përmendet korrupsionin